Kryesia e ngushtë dihet pak a shumë që do të funksionoj me 5 individ, me 5 njerëz që do të jenë pjesë e kësaj kryesie, që i bie të jenë 2 kryetarët e partisë, zoti Izzet Mexhiti dhe zoti Bilal Kasami, 2 nënkryetarët e partisë, që i bie të jenë Bekim Qoku dhe Mimoza Musa, dhe sekretari i përgjithshëm i partisë Vlen, zëvendës kryeministri aktual zoti Bekim Salit, dhe vendimmarrja në kryesinë e ngushtë do të jetë me konsenzus, apo do të ketë vendimmarrje që nuk e përjashton asnjërin, që i bie që për çdo vendim duhet të ketë mbështetje apo vendim nga të gjithë shumica, po, pjesëmarrësit në këtë kryesi të ngushtë.